kur reagojnë dhe djemët. Nuk është projekt komercial, që kjo ka rëndësi shumë për mu, edhe ka pas shumë rëndësi qysh po pritet një projekt që nuk është hiq komercial. Edhe nuk jom hiq e shgënyme. Jo, këngët janë të jetë fantazi, edhe pse tash po këshyrin që si klikime, kësi prallash. Me 1.000 euro t'i bëj 10 milion. Befasaj, ja? Së bë nervoz njerën. Kur jemi të këngët, që shme thonë larkë pamsa, që ka me thonë se janë këngë që janë publiku para shumë vjetëve, edhe që ato tekstet të këngëve në ala sot i hasim. Për shemull, Cigargjiu i vogël, është nduket unë sa herë një atë këngë, shumë e du, në dhime dy që. Ani kur po është non, ku sa vështirë është me ndigju kur po është non. Edhe pa qenë. Unë nuk bëj me ndigju tash prej se e ka mu liksin, heq. Që ato që tash jam tu tërqes, nuk e di, do me thonë ajo është tekst, është këngë, po unë e komplet e paraftyroj qatë Cigargjin e vogël që fatkesisht edhe sot po vazhdon. Uji një ditë kosovarqe, uji rryma të mati një na knaq, do me thonë vazhdon. Plot tekste të tuja vazhdojnë me qenë. Po, tash s'po di ajom unë e larkë pamse, a nuk kena hecna. Mu po ndoke që as kena hecna. Ma para që kje dyta. Ska faja Delina. Nuk kemi hec, një gjynasa pak kemi hec, do me thonë, sa i kanë ato 20-25 vjetë, 30, disa i kanë edhe ka 30 vjetë, nuk kemi hec.